Në nshim që binte pa pushim mbi oborrin e shtëpisë, banorët u mblodhen së bashku, të lagur, por të gjallë, sikur asgjë tjetër përreth të mos kishte rëndësi. Pikat e shiut binin mbi fytyrat e tyre, por askush nuk u tërhoq. Përkundrazi, ata qëndruan aty, pranë njëri tjetrit, duke e kthyer atë moment në diçka të veçantë dhe të paharrueshme. Dikush nisi të këndoj me zë të ulët, kaje zemra po të kërkon. Dhe pak nga pak, zërat u bashkuan. Kënga u përhap në ajër, e butë dhe e ndjerë, duke u përzier me zhurmën e shiut. Ishte një këngë që fliste për mall, për dhimbje dhe për dashuri, dhe secili e këndonte sikur po tregonte historinë e vet. Lotët me ty s'du me ti pa. U dëgjua më fort, dhe në atë varg u ndalën për një çast shumë ndjenja të pathëna. Disa mbyllën syt, disa buzëqeshën lehtë, ndërsa të tjerë u lanë të rrëmbehen nga emocioni. Shiu nuk i fshite, por i pastronte, sikur po i çlironte nga gjithë tensioni dhe lodhja e ditëve të fundit. Në atë moment nuk kishte lojë, strategji apo përplasje. Nuk kishte rival apo aleanca. Kishte vetëm njerëz që ndanin të njëjtin çast, të njëjtën këngë dhe të njëjtin emocion. Në dritat që reflektonin mbi pikat e shiut, ata shkëlqenin të gjithë, jo nga pamja, por nga ndjenja që po përjetonin. Kënga vazhdoi deri në fund. E kënduar me shpirt. Kur mbaroi, askush nuk foli për disa sekonda. Heshtja ishte e bukur, e mbushur me qetësi dhe bashkim. Ishte një nga ato momente të rralla që mbeten gjatë në kujtesë, sepse nuk janë të planifikuara, por ndodhin vetvetiu. Ai çast në shi tregoi se, përtej kamerave dhe konkurrencës, banorët janë njerëz me zemra që ndjejnë, që mallëngjehen dhe që dinë të bashkohen. Dhe ajo këngë, e kënduar në shi, u bë simboli një harmonie të rrallë, një kujtim i bukur që do t'i shoqëroj edhe pasi loja të ketë marrë rrugën e vet. Banorët u mblodhen dhe biseda u kthye te tema që, në fund të fundit, i kishte sjellë të gjithë aty, çmimi i madh prej 200.000 eurosh. Shifra u përmend me zë të lartë dhe për një moment, secili u ndal për të menduar se çfarë përfaqësonte ajo shumë për jetën e vet nuk ishte thjesht para, por një simbol i gjithë sakrificës, durimit dhe përballjes që po kalonin çdo ditë brenda asaj shtëpie. Dolce ishte ajo që e artikuloi më qartë mendimin që shumë prej tyre ndoshta e kishin në mendje, por nuk e kishin thënë me zë. Ajo tha se do të ishte mirë që brenda shtëpisë të kishin një çmim, një simbol të dukshëm, diçka konkrete që t'u kujtonte vazhdimisht pse ndodheshin aty. Duhet ta kemi një çmim këtu, tha ajo, që sa herë ta shohim, të na kujtohet se për këtë duhet të luftojmë. Sipas Dolces, me kalimin e ditëve, lodhja, konfliktet dhe rutina e përditshme bëjnë që banorët të harrojnë qëllimin kryesor. Debatet e vogla, inatet personale dhe tensionet e momentit shpesh marrin më shumë hapësirë se sa duhet. Një simbol i çmimit do t'i kthente gjithmonë te thelbi i lojës, konkurrenca, përpjekja dhe dëshira për të fituar. Banorët e tjerë e dëgjuan me vëmendje dhe disa tundën kokën në shenjë dakordësie. Ideja e Dolces nuk ishte thjesht për motivim personal, por edhe për të krijuar një ndjenjë përgjegjësie kolektive. Të gjithë ishin aty për të njëjtin qëllim, edhe pse rrugët dhe strategjitë e tyre ishin të ndryshme. Biseda u kthye në reflektim. Disa filluan të flasin për sakrificat që kishin bërë jashtë shtëpisë, për familjet që i prisnin, për ëndrat që lidhen me atë çmim. 200.000 euro nuk ishin më vetëm një shifër, por një mundësi për ndryshim, për siguri dhe për një kapitull të ri në jetë. Ky moment tregoi se Big Brother nuk është vetëm përplasje karakteresh dhe lojë strategjie, por edhe një provë vullneti. Dhe fjalët e Dolces e rikthyen fokusin aty ku duhet, te qëllimi final. Sepse për ta fituar çmimin e madh, nuk mjafton vetëm të qëndrosh në shtëpi, duhet ta kujtosh çdo ditë.